e punës në ditën që po flasëm, çka ka lypë në mes ditë në kafeterinë Skënderaj. Me çfarë makine ka shku zoti Mehana aty në Skënderaj? Ka shku me makinë zyrtare, ka shku me makinë private në Skënderaj. Domthonë, ka shumë detaje që na duhet me evidentu, ndoshta në të ardhmen të afërt, pas përfundimit të zgjedhjeve, pas krijimit të institucioneve të reja. Çka besoni ju se mund të tregoj kjo situatë që po përshkruani, që ka shkuar me qëllim? Absolutisht, kjo është skenar. Prej ditës kur ky është emru, zëvendës ministër është bo plani me e shfrytzu. Që është begoni skenar në vetë në Skënderaj ka qenë? Lutem. Në rartë punës. Unë i thash këgja dëgjona, i thash... Në rartë punës në shpi. A mujtë me pini kafe? Në rartë punës. I Prishtinë në Skënderaj? A jetën në Skënderaj? Në rartë punës, nuk ka qenë pas orës 4. O ko fushate, kush po qëndërën në përvendet punë? A, jo, të shështë. Thash edhe njëherë, atëherë pse shtrohet pyetja, pse emrohet zëvendës ministër? A i gabim është po, prandaj, thjesht janë këto gjana të cilat na duhet. Unë mendoj që në një të ardhme të afërt, pas përfundimit të zgjedhjeve me 7 qershor, pas konstituimit të organeve, domethënë kuvendin në këtë rast, unë mendoj që me rastin në Skënderaj duhet patjetër të merret një komision parlamentar hetimor. Nuk guxon policia e Kosovës të keqpërdoret deri në çat mos nga askush politikisht. As nga Albin Kurti, as nga Ganimete Musliu, as nga Adriatiku, as nga askush politikisht nuk guxon të përdoret. Çka kanë dashur të provojnë me ato, pra dëshmojnë, Pushteti ka dashur me tregu forcë. Forcë çka? Ka dashur me tregu forcë ndaj Skënderajt, këtë rast konkretisht ndaj Sami Lushtakut. Dhe fatkeqësisht nuk ju ka realizu qëllimi. Qëllimi vetëm i Albin Kurtit atë ka qenë me nxjerrë të lidhur me njësi speciale jashtëligjshëm, siç e potencoi edhe zoti Kajtasi, se s'ka pas një urdhër arrest për zotin Lushtaku, me nxjerrë para media, me bon spektakël dhe me avgjujt militantav të tij përpara se unë e arrestova zotin Lushtaku ose me gjuhën e Albin Kurtit e lidha zotin Lushtaku. Kjo ka qenë me tregu forcë politike. Ka pasur për të thënë lidha Sami Lushtakun. Urdhë? E ka pasur për të thënë zoti Kurti e lidha Sami Lushtakun. Absolutisht po, dhe këto na duhet me thonë shumë qartë, se është si e zeza në të bardhë. Kjo është, përderisa shteti i Kosovës nuk e ka sqaruar prezencën e forcave policore atë natë në Skënderaj, në ora 1 pas mesnatës, me armë të gjata, me maska, çka tjetër? Sikur të ishte acaruar me gjendjen veri siç ka qenë më herët, unë me plot kuptimin e fjalës kisha thënë ka pozicionuar që në rast intervenimit shpejt shkojnë më afër për Skënderajt në veri të Mitrovicës. Po nuk është e kuptueshme dhe nuk e ka shpjeguar ende pse atë natë kanë qenë 10 pikat pozicionuar njësia speciale me armë gjata dhe me maska në Skënderaj. Vushtria është më afër se sa Skënderaj për Mitrovice. Po du me pas një pikë mirë kuptimi, sepse edhe pika me vushtrinë atë natë u kanë e bllokuar. Zëra Shabani? Atëherë, unë mendoj që dy çështje janë pse ndodhi kjo që ndodhi në Skënderaj. Njëra është synimi i masave nga zoti Kurti për ata që kanë averzion ndaj Drenicës edhe që kanë averzion ndaj luftës edhe çlirimtarëve. Ndërsa e dyta, edhe që është më problematike, mendoj që zoti Kurti kur don me zhvendos debatin dikon e zhvendos. Dhe ideja është që është zhvendos që sa kohë debati në Skënderaj dhe na vazhdojmë me merremi me këtë debat dhe nuk merremi me fushatën dhe keqeverisjen e kësaj qeverisje. Do më thonë, për kaq vite, na nuk, as jo dhe as kusht tjetër nuk po merret me keqeverisjen e këtij pushteti për gjatë këtyre viteve. Jo mjaftueshëm sa do duhej, po merret me më shumë se që duhet me rastin.